Do të flasim së pari për kombëtaren shqiptare e cila është gati për ëndrrën e madhe të botrorit, teksa ditën e nesërme do të përballet me Poloninë në Varshavë. Trajneri Silvinjo do të zhvillojë konferencën për shtyp këtë pasdite, ku ekipi do të kryejë edhe stërvitjen e fundit. Ndeshja e ditës së nesërme do të transmetohet në televizionin Klan. Polonia është pengesa e radhës për Shqipërinë. Kombëtarja shqiptare është vetëm 2 hapa larg kualifikimit në botror. Pengesa e parë do të jetë Polonia. Ekipi kuqezim rriti në Varshavë këtë të mërkurë, ku do të zhvillohet edhe stërvitjen zyrtare në stadiumin Narodovi. Trajneri Silvinjo do të largojë dilemat e fundit për formacionin që do të zbresë në fushën e lojës, por nuk priten shumë eksperimente. Në mbrojtje dhe mes fushë, trajneri do të besojë lojtarëve me eksperiencë, ndërsa në sulm do të ketë lëvizje për shkak të mungesave. Braziliani do të mbajë gjithashtu konferencën para mediave në orën 17. Bashkë me kombëtaren kanë udhëtuar drejt Varshavës edhe 3500 tifozë kuqezin që janë optimist për sfidën. Shpresojmë që të ketë shumë shanse, ne kemi ardhur për të përshëndetur skuadrën tonë të zemrës dhe i urojmë shumë fitore. Ne kemi treguar që kemi mundur të herë të tjera, kështu që kemi shpresa. Shpresojmë fitore, besoj 60-40. Ajo vetë kënaqësia e Polonisë do jetë shumë e mirë për ne. Ndeshja mes Polonisë dhe Shqipërisë do të luhet të njëjtën në orën 20:45. Në rast kualifikimi, kuqezin do të përballeshin me fituesin e çiftit Suedi-Ukrainë. Sfidat do të transmetohen në televizionin Klan.